Kujdes kur bëni dhurata, këto ide nuk I pëlqejnë askujt. Le të jemi të sinqertë, të gjithë dhe na pëlqen të marrim një dhuratë. Megjithatë, ndodh që kur merrni një dhuratë, ta keni të vështirë të pretendoni se ju ka pëlqyer. Për të shpëtuar veten nga sikleti, duhet të dini se ka një listë dhuratash që askush nuk dëshiron t'i marrë. Pajisje ushqimore. Është në rregull të dhuroni pajisje ushqimore nëse keni të bëni me një trajner personal. Përndryshe, ju rrezikoni të ofendoni dikë pa dashje. Kalendar të personalizuar. Le të jemi të vërtet, kalendarët janë pajisje zyre, jo dhurata, dhe sot ato nuk janë as të dobishme sepse gjithmonë dhe më shumë njerëzit po përdorin kalendarin digjital. Para. Fëmijët më të mëdhenj apo adoleshentët mund të duan para, por dhënia parave për të rriturit mund të jetë shumë e vështirë dhe një tregues I mungesës së interesit tuaj për atë person. Kozmetik. Çdo gjë që lidhet me kujdesin personal apo higjienën është gjithashtu ndër dhuratat më të këqija. Ju në thelb po dërgoni mesazhin se kjo është gjithçka që meriton personi që merr dhuratën. Për shembull, imagjinoni të merrni një krem kundër udhave. Të brendshmet janë romantike, ndërsa ja jepni partnerit tuaj privatisht, por nëse po ja jepni dikujt, atëherë është thjesht e çuditshme. Çorape. Edhe pse mund të mos jetë dhurata më e keqe e festave, është thjesht shumë praktike dhe mërzitshme. Gjithashtu kjo dhuratë është një shenjë e qartë se dikush nuk e ka iden se çfarë ju pëlqen. Ëmbëlsira dhe çokolata të lira. Nëse dhurata juaj do të jetë e ngrënshme, më mirë të jetë me cilësi të lartë dhe mund të kushtojë më shumë se sa prisni.